atmosfere festive shumë e dashuri bëhet fjale për tre Chaneli e cila ditën e sotme përveç se një seti fotografik ka përgatitur një super video festive për fundvit me metrazh të shkurtër por shumë interesant bëhet fjale për vet ata të cilët shohin po veten e tyre por këtë radhë të ulur një divan me një super dizajn festiv i gjithë ambienti me drita por me shumë shëndrin tre Chaneli të cilët shkëlqejnë me shumë se dritat por Lunushi është ajo që e rembën dritën dhe vëmendjen ajo luan zbavitet me. Prindrit vrapon e lodron mes dritash e pemesh një dekor kaq super festiv sa që çdo kush do ta pëlqente një ambient të tillë ku të bënte të mundur realizimin e forove dhe videove gjithashtu ka dhe disa momente të bukura të cilat na kthejnë pas në kohë. Janë ato momentet e arta mes ciftit por këtë radhe me të pranishme të voglen e tyre cifti shkemben puthje me njëri tjetrin pranë vatrës së ngortë vrapojnë për të kapur Lunushin dhe qeshin pafund për qafohen e komplimentohen me njëri tjetrin çdo gjë. Duket si një përallë detaj mbas detaj ne kapim një super detaj ku nuk e prisnim Luizi me Kiaren duke parë një nga momentet e arta ku u bashkua e Luna për ta parë ishte një moment puthjeje. Por çfarë ndodhi me atë moment menjëherë Lunushi duke parë të pranishëm prindrit asaj i tërhoqi vëmendjen momenti por Luizi vendosi ta fsheh këtë moment nga sytë e të vogles duke ia mbuluar sytë me duar ishte pikërisht momenti ku Luizi me Kiaren shkembenin puthje ata nuk e lejuan Lunushin që ta shikonte këtë moment një veprim super i veçantë ku tregon se Luizi ka kujdes që Lunushi të rritet me botën e saj të vogël dhe jo duke i parë prindrit në këtë moshë i shofi gjithsesi ai e bëri si veprim. Kjo është kujdes për fëmijën jo se ai tregon fanatizëm. Një bravo për ciftin Eli të cilët janë të kujdesshëm. Ne i urojmë jetë të gjatë plot lumturi e shëndet. Për të rejat më të fundit nga politika bota sporti shobizi horoskopi mjekësi automjete dokumentare çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe, ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.